Megjithëse raporti autopsisë i nënshkruar nga 3 ekspert mjekëligjore ka cilësuar vetvrasje vdekjen e shefit të privatizimeve në Kosovë, Dino Hasanaj, qeveria ka kërkuar të hetojnë shkaqet e mundshme të vdekjes së tij. Pasi mbajti 1 minutë heshtje gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi tha se grupi hetuesve duhet të zbardhë shantazhet ose presionet e mundshme që çuan atë drejt vetvrasjes. Do të shqyrtohet çdo rrethon, faktor dhe shtytje që ndikoi në vdekjen e dhunshme të zotit Hasanaj, qoftë ato të veprimeve subjektive apo objektiveve, të shantazheve të bera edhe publik nga individ apo grupe kriminale dhe mafioze. Rezultatet e autopsisë, të cilat konfirmojnë vetvrasjen e Dino Hasanajt me 11 goditje me thikë, u mbështeten edhe nga misioni ligjvënës i BE-s EULEX, por ndërkohë prokuroria e Kosovës vijon hetimet, ku si provë kryesore është letra e gjetur në tavolinë, e cila do t'i nënshtrohet ekzaminimit grafik për të vërtetuar nëse ajo është shkruar në të vërtetë nga Dino Hasanaj. Në këtë letër indjeri akuzon biznesmenin Remzi Ejupi, gazetën Zëri, dhe Abdulrahman Konjufcën se i shkatëruan jetën. Ditë më parë, këta biznesmen kishin deklaruar publikisht se Hasanaj i kishte kërkuar rishfet në këmbim të favoreve. Edhe lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga zyrtar amerikan të hetojnë mbi këtë çështje, duke përmendur ndjeshmërinë e lartë të postit që mbante Hasanaj në Kosovë.